Dasma shqiptare 2017. Paraqet. Përshëndetje. Po e nis drejt e pa shumë rrotullime, sepse kjo histori nuk ka nevojë për hyrje të gjata. Unë jam 27 vjeç, shqiptar, dhe ajo që do të tregoj ndodhi larg shtëpisë, në Greqi, në një kohë kur kisha shkuar vetëm për të punuar dhe për të mbledhur ca para. Kisha ikur për ullinj, punë rënd, ditë të gjata, duar që digjen nga puna dhe mbrëmje mjaft të heshtura. Punëdhënësja ime ishte një grua greke 57 vjeçe. Quhej Eleni. Ishte e ve, jetonte vetëm në një shtëpi të vjetër prej guri. Kishte ullishten rreth e rrotull. Ajo nuk ishte nga ato gra që flasin shumë, por kishte një qetësi që të bënte të ndjeheshe rehat. Ditën e parë, fjala e saj ishte e shkurtër dhe e prerë. Me tregoi ku do punoja, me dha veglat dhe u largua, asgjë e veçantë. Në mbrëmje, kur mbarova punën, me pyeti ku do të flija. I thashte vërtetën, nuk kisha gjetur ende asgjë, po mendoja të flija diku tek magazinat. Ajo me pa për disa sekonda pa folur dhe pastaj tha: "Do rish këtu, kam një dhomë boshe." Nuk e mendova dy herë, isha i lodhur dhe nuk kisha luksin të bëja naze. Që atë natë fillova të jetoja në shtëpinë e saj. Ishte një dhomë e thjeshtë, por e pastër. Ajo më përgatiste edhe darkën. Hanim në heshtje ose me ndonjë bisedë të shkurtër. Në fillim flisnim pak, më shumë për punën dhe për jetën në fshat. Ditë pas dite filluam të mesoheshim me njëri tjetrin. Unë punoja gjithë ditën, ndërsa ajo merrej me shtëpinë. Kur kthehesha në mbrëmje, me priste një pjatë ngrohtë. Ndërsa ajo fillonte dal nga dal të me pyeste për jetën time. Me pyeste për familjen dhe përse kisha ikur nga Shqipëria. I tregoja gjëra të thjeshta, por e ndjeja që ajo dëgjonte me vëmendje. Eleni kishte një mënyrë të veçantë të parit. Jo shikimi drejt për drejt që të bën të ndihesh në siklet, por një shikimin ngadalshëm e i menduar. E vura re që filloi të më shikonte më shpesh. Kur kalonte pranë meje në kuzhinë, qëndronte një çast më gjatë. Kur me fliste, afrohej pak më shumë se sa duhej. Një mbrëmje me pyeti nëse isha lodhur shumë. I thash po, ndërsa ajo me tha të ulesha dhe me solli ujë. Pastaj ma preku krahun lehtë, si kur donte që të shihte nëse isha mirë. Ajo prekje ishte e shkurtër, por mjaftoi që diçka të më kalonte në për trupin tim. Nuk i thash asgjë, e as ajo nuk më tha. Ditët vazhduan, heshtjet u bën më të gjata. Shikimet tashmë ishin më të qarta. Nuk ishte fjalë të tepërta, por atmosfera ndryshoi. Një pasdite, ndërsa po laja duart në oborrin e saj, ajo doli dhe qëndroi pranë meje. Më tha se ishte kohë e gjatë
që nuk kishte njëri në shtëpi, që ishte mësuar me vetmin që i kishte sjellur jeta. Por prania ime e kishte ndryshuar ritmin e ditëve të saja. Nuk e tha si ankesë, por si pranim e asaj që do të ndodhte pak më pas. Ajo natë ishte ndryshe. Darka zjati më shumë. Pas darke, pim edhe nga një gotë çaj. Dhe biseda u bë më personale. Më pyeti nëse ndihesha vetëm. E i thashte vërtetën, sepse nuk isha çfarë të gënjeja. Po i thash, të gjithë i kam në Shqipëri, këtu, posteje, nuk kam askënd. Imagjino, po mos të kisha as ty, i thash asaj. Dhe me sa duket, këto fjalë e preken edhe më shumë pronaren greke. Më shikonte me ndryshe, por nuk e dija se çfarë do të thonte ai shikim. Nuk e dija nëse ishte një shikim miqësor mes një pronareje dhe punëtorit të saj, apo donte ndonjë gjë më shumë. Kur asaj i thash që po ndihesha vetëm, ajo busjeshi lehtë dhe tha: vetmia nuk pyet për moshë. Sikur ti që je 27 vjeç, e sikur unë që jam 30 vite më e madhe se ti, vetmia na ka goditur të dyve. Dhe ndoshta është më mirë që të gjejmë diçka që ta thyem këtë monotoni. Çfarë i thash? Ndërsa ajo uli kokën sikur po mendonte dhe mu përgjigj: të gjejmë diçka që do të pëlqente edhe ty, po edhe mua do më bënte mirë. Aty e dija se çfarë donte, por si ti thosha, nuk kisha guximin, sepse kisha frikën se mos ndoshta do mbesja edhe pa atë dhomë që ajo më kishte siguruar. Nga njëherë e ndërprisnim bisedën dhe vetëm shikoheshim, ndërsa unë herë i mbaja syt në tavolinë e herë shikoja në dritë të syrit. Mbizotroj një heshtje për disa sekonda e pastaj ajo më tha: nëse ndihesha rehat, që të isha me te. Unë nuk u përgjigja me një herë, vetëm që ndrova, por ajo e kuptoi heshtjen time si një përgjigje. U ofruam ngadalë pra njëri tjetrit, gjersa atë e kisha përballë tavolinës, tashmë erdhi ajo në karrigen pranë meje. E vendosi dorën mbi dorën time. E pastaj pa nxitim, pa fjalë të panevojshme, u ofruam e u prekëm lehtë, sikur të donim që të siguroheshim që të dy e donim atë çast. Ishte zgjedhje e qartë nga të dy. Në fund të asaj nate, në heshtjen e shtëpisë së vjetër, ndodhi ajo që ishte ndërtuar ditë pas dite, e që u finalizua atë natë. Kësaj radhe nuk fjeta në dhomën time boshe, por ajo më mori për dore, dhe shkuam hap pas hapi në një dhomë tjetër. Kur unë i hoqa, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.